dua shumë, por jo që të jetojnë në të njëjtën çati me ty. A është ky një trend i ri që po formësohet lidhur me marrëdhënien në çift? Është një pyetje, një diskutim që na vjen në fakt nga deklarata e aktores së njohur hollywoodiane Charlize Theron, e cila është shprehur që nuk dëshiron më të jetojnë në të njëjtën shtëpi me partnerin e saj. Të jemi në shtëpi të ndryshme, duhemi, por në shtëpi të ndryshme. Apo predominon individualja, rehatia personale përballë sakrificave dhe dëshirës për të marrë përgjegjësi në çift edhe aq më tepër brenda së njëjtës shtëpi. Nga ato që dukeshin si kohëra moderne të bashkëtesës me të dashurin, kthehemi ku? Do më çfarë mund ta quajmë këtë? Elvana Ligu, Angel Hoxha, Arba Gramo, Besnik Jaka, Ina Aderi, faleminderit që jemi së bashku. Çfarë mund ta quajmë, Elvana? Këtë, domethënë, është kërkesë edhe më moderne, është mërzitje nga çfarë, se deri dje domethënë thoshin bashkëtesa, pra që ta njohësh të dashurin e të gjitha këto. Tani jemi mirë me njëri tjetrin, por jo deri në shtëpi. Duket arritëm ta njihnim partnerin edhe vendosëm që është më mirë mos ta kesh në një shtëpi, por që unë nuk besoj që duhet etiketuar si modernizëm, me thënë drejtën, personalisht. Domethënë njeriu kupton edhe realitetin edhe pastaj bën rregullimet e rastit, nga ajo tradicionalja që është quajtur vazhdimisht, që patjetër ka të mirat e saj, por mendoj që ka edhe disa gabime. Dhe pastaj duke parë nga eksperienca mund të bësh disa rregullime, që pastaj. Ty të pëlqen si po themi si një propozim, si një zgjedhje, më saktë? Shiko, pëlqimet edhe mendimet që ne kemi vinë nga eksperienca e jetës, përpos atyre vlerave që ti e edukuar dhe ke marrë në familje, por që të ndikon shumë edhe eksperienca. Dhe eksperienca ime i ka të dyja faqet e medaljes. Domethënë, ka pasur një bashkëtesë aspekt të këndshme. Po, që ti ke folur për të. Kam folur për të, dhe ka pasur dhe një bashkëtesë për 6 vite e gjys, goxha të shëndetshme. Patjetër që duhen të jenë të dy partnerët të kujdesshëm dhe të investohen. Pra nëse peshorja është o nga njëri o nga tjetri, si pozitive si negative, asnjëherë nuk funksionojnë gjërat siç duhet. Duhet të jenë të dy të investuar dhe një marrëdhënie është investim. Angel. Unë kam përshtypjen që Charlize Theron e kapi Prime-in me këtë deklaratë. Se di pse e mendoj sikur është e trilluar, nuk e di pse. Nuk mendoj që një aktore si Charlize Theron ta thotë të deklarat në këtë moshë. Po pse jo? Se ajo e thot, se ndonjë tjetër do gjuaj me gurë. Fakti që ka thënë mos më gjykoni që do ta them, nuk e di, prap nuk më ngroh. Nuk më mendoj se ka bërë për të kap Prime-in. Sepse jo, ajo është deklaruar për shkak edhe për faktin, domethënë lidhur me fëmijët e saj që i ka queer, deklarat tjetër e saj ka qenë që nuk do as të martohet më, madje, sepse është një liri që ti ja privon vetes nëse martohesh, sepse tregonte për që kishte fjetur me një djalë më të ri, do ishte 20 e ca vjeç, ishte fantastike, pip, crazy, ashtu tha Charlize, domethënë, kështu që është një liri që po të martohesh, ti nuk e ke më. Dhe unë e gjykoj të ndershme. Po atëherë pse u martua? Pse se kërkoi këtë liri? Po mirë, pra kur ishte, sepse ka qenë e dashuruar, donte cilëte ose duhej ajo eksperiencë kur thotë Elvana. Nga eksperjenca dhe do një gjë tjetër, mbasi ke arritur disa gjëra. Ne aktorët jemi qenie komplekse, jemi shumë emocionale dhe kam përshtypjen. Se ti edhe kupton mirë, kolege. E shoh nga sytë unë atë. Ajo duhet të jetë lënduar nga diçka që e ka bërë atë deklaratë, nuk ka mundësi ta bëjë atë deklaratë. Po pse nuk ka mundësi? Që nuk do të jetosh me partnerin. Pse tu duket kaq e pa... Unë besoj janë eksperienca, totalisht janë eksperienca, varet çka ke jetuar deri në atë moment. Dhe mbase në këtë moment ajo është në këtë fazën që thotë e du afër, po jo shumë afër. Me thënë drejtën e ka menduar dhe unë. Por e mendoj dhe pastaj Angeli po të shef shumë i çuditur. Po, pse? Ta kem afër, po s'ka nevojë ta kem në shtëpi. Pastaj ka momente të tjera, siç është tani, për shembull që flasim aktualisht, që them jo, dua ta kem afër, dua të ndaj krevatin. Dikur kam thënë të mos ndaj krevatin. Domethënë kam pasur dhe unë këto aludimet e mia. Po kanë qenë faza dhe mendoj dhe ajo është tani në një fazë të tillë. E mendon kështu, mund ta ndryshoj mendjen, po kur nuk e do në shtëpi, domethënë cila është bezdia apo ku diun pse domethënë është ai mendim? Po sepse kam krijuar për shembull tash pas gjithë kësaj kohe që jetoj vetëm, kam krijuar një mënyrë të jetuarit timen. U bë shumë vjet që jetoj vetëm dhe di të jetoj vetëm.
Dhe më pëlqen ajo rutina ime, më pëlqen ajo rehatia ime, mbase mund të gjej dikë, e mira fare do ishte nga ata njerëzit që ti je vetëm, por nuk je vetëm. Pra edhe kur je me të ke mundësi të jesh dhe vetëm, se unë mendoj që kemi nevojë. Ose të paktën unë sot e kësaj dite kam shumë nevojë që të ri dhe vetëm, sado që mund ta dua një person tjetër. Po çfarë duhet bëj ai që ti të jesh me të, po të jesh dhe vetëm? Çfarë duhet të bëj? Se dhe gërret, e kupton se dhe mund të gërrasi dhe nuk e para jo, sepse shiko, kur jeni në çift dhe dikush kërkon kohë për vete brenda të njëjtës shtëpi, shpesh nga krahu tjetër merret si po çka ke ti që do të rish vetëm. Pra duhet të jetë një njerëz që ta kuptojë këtë rëndësinë që ka për mua sot të ndonjërit vetëm, të kohës time vetëm. Mbase në të njëjtën çati, mbase jo. Kaq duhet ketë asgjë tjetër. Duhet ketë njerëz që të mdojë ta dua se diskutoj fare që se jo, po jo se kur flasim pastaj dalin ato klipe në rrjetet sociale thonë, kjo është shumë mirë." Kaq pas ka të qarta ide to. Kjo është e para, por pas kësaj kaq, po. Besnik, në një opinion të parë të shpejtë dhe pastaj hym në diskutim me njëri tjetrin. Doja ta shtroja në populli thot ku dhëm shkon gjuha. Domethënë dua ta kap me pikpamja fiziologjike e qenjes njerëzore. Ne kemi hipofizën që na jep gjitha komandat e prodhimit të lëndëve organike që janë si pasojë edhe sjellje sociale e jona. Ne i referohemi deklaratës si një aktori të famshme. Okej, njerëzit e famshëm me një CV e background të caktuar janë influent në opinionin publik. Duhet kemi parasysh që janë rreth 8 miliard njerëz në botë, se i cili ka specifikat e veta. Po t'i referohemi dhe parafolsve, i referohen gjendjes së tyre, perceptimit dhe mbi këtë flasim edhe kryeveprat e letërsisë janë bërë referuar ngjarjeve që u kanë ndodhur shkrimtarëve ose njerëzve shumë të afërt të tyre. Por këtë nuk e përjetojmë në të njëjtën formë të gjithë njerëzit. Në kohra të ndryshme ne kemi nevoja të ndryshme. Pse i kemi këto nevoja? Se është fiziologjia që bën edhe sjelljen sociologjike pastaj. Ti ke dëshirë të bësh prind. Që të bësh prind, mënyra më e rregullt është familja, bashkëtesa në familje, orientimi që ti ke nevojë të jesh baba ose mama e shëndetshme, edukative dhe në gjitha historitë që ka prodhuar njerëzimi, eksplorimin që është bërë, familja ka qenë më e forta që i ka qëndruar stuhive, problemeve, oscilacioneve që kemi në shoqëri lidhje me ekonominë, me jetën sociale, me psikologjinë, me fazat që kalojmë. Por, sjellja e një njeriu, deklarata e aktores është krejt normale në kohën që ajo jeton me perceptimin që ka. Në një periudhë më përpara ka pas një mentalitet tjetër, ka bashkëtuar, është ndier mirë, por fiziologjikisht ne kemi nevojë të kemi hapësirën tonë të lirisë. Edhe brenda të njëjtës shtëpi. Mund të bëj një pyetje? Patjetër. Në qoftë se do ta kishte bërë një aktore shqiptare këtë lloj deklarate, do kishte fol po njësoj? Jo, shiko, ne nuk jemi as shoqëri e prapambetur, si absolutisht do flas njësoj. Një minutë, ka një problem. Unë po gjykoj fenomenin shoqëror, jo individin që e ka thënë. Edhe të dy zonjat që folen ju referuan eksperiencave të tyre dhe gjë krejt humane, shkret njerëzore dhe ne s'mund ta gjykojmë sjelljen. Ore, shiko, të gjithë ne kemi dëshirat ndryshme në momente të caktuara. Mirë, është çështje dëshire se këto do pyes, po ju lash në një përgjigje të parë që secili do dua dëgjoj dhe inën, apo në fakt është edhe diçka që po ndodh, që po shkohet më shumë drejt individit, drejt qetësisë personale, pra nëse dikur bënin shumë tepër sakrifica, të dëgjojmë na. Atëherë, mua mbeta me thënë të drejtën, pasi kam lexuar për këtë deklaratën Charlize Theron, pra një aktore mjaft e njohur, le të themi që më ka ngjallur ca mendime, edhe ta dramatizojmë pak, do thoja unë, duke qenë se jam edhe më e reja në këtë panel. Do doja ta shikoja sigurisht jo si një model, sepse patjetër që vendi ku ajo jeton sigurisht nuk përshtatet me kulturën edhe me traditat tona, le të themi, por unë mendoj le të reflektojmë pak edhe të kuptojmë pak çfarë ka dashur ajo të thojë me këtë. Do të thënë, pse një aktore aq e njohur, që ka çdo gjë, të paktën në pamje të parë, ka famën, ka suksesin, ka paran, shkon edhe bën një deklaratë të tillë, një femër e plotësuar sipas nesh, se
në fund të ditës këto e bën një femër të plotësuar. Dhe çfarë i mungon asaj që të ketë partner ideal në krah dhe të krijojë një familje me të. Kam ndetur duke menduar shumë gjatë. Në shpërgjigje arritë. Dhe ajo që unë mendoj është ndonjëherë ne duhet kuptojmë që ne kemi lindur vetëm. Unë personalisht jam një vajzë që her pas here dua të më respektohet ajo liria ime dhe individualiteti im. Shpesh herë në marrëdhënie ne gjendemi të mbytur, gjendemi të frustruar, ndoshta kemi dashurinë, po nuk kemi atë mirëkuptimin nga ana e partnerit për kohën tonë personale që ne duam të kalojmë. Dhe unë mendoj që duhet të reflektojmë pak për këtë dhe të kuptojmë që shumë e rëndësishme të respektojmë hapësirën e atij tjetrit. Jo, dakor që ta respektojmë, po mendoj një momenti tani kthehej nga ana tjetër, që dhe partneri thotë nuk dua të jetoj me ty tani, dua të jetoj në një shtëpi më vete, kam nevojë për kohën time. Çfarë do mendosh ti po të thotë ai që kam nevojë për kohën time? Absolutisht do e kuptoja. Do e kupton. Do e kuptoja me patjetër. Po mirë, do e mbaje si lidhje ina? Nëse? Po, shiko, flasim për një marrëdhënie të shëndetshme, ku nuk ka tradhti, nuk ka pabesi, por po që kur thot ai që do jetojë në shtëpi vetë, jo, absolutisht. Bez antena, nuk kam nevojë ndonjëherë të rrivetem me veten time. Sidomos kam nevojë të rrivetem. Duhet të jetë kështu, thua Arba. Duhet të jetë kështu. Varet edhe çfarë marrëdhënie. Absolutisht. Ka fëmijë në absolutisht ku ti kupton se ku qëndron partneri jot, ai që ke përballë gjithsesi, dhe ku qëndron ti në raport me këtë marrëdhënie. Dhe nuk janë këto indicet ose ato karakteristika që ty tregojnë që shikon këtu ka një gjë se mbase ky më tradhton. Se nëse ti e çon në mend këtë gjën, atëherë realisht je shumë larg asaj që duhet të jetë një marrëdhënie e shëndetshme. Nëse vetëm fakti që ai kërkon që do të më kërkonte mua, që shiko, çdo gjë okay, etj, dhe unë po ashtu ndihesha kështu, pra unë ndjej se nuk është çështja vetëm ke fjalët, është edhe te mënyra se si ti e ndjen personin kur i thot këto fjalë dhe sigurisht dhe veprat e atij në përpara dhe në vazhdimsi. Vetëm se ai do më kërkonte që shiko, po sikur të jetoj afër teje, po në këtë shtëpi ngjitur, unë duke i njohur për atë që është, do ta kuptoja këtë gjën. Nëse shumë gjëra të tjera nuk do bënin sens, pra do kishte kontradikt midis kësaj që ai kërkonte dhe gjërave të tjera që mënyrës së tjetër se si ai e mendon jetën, atëherë po mund të ngrija dyshime. Po ka shumë thelb brenda dhe nuk mund të nisesh vetëm nga këto për të thënë që këtu pas ka një gjë, atëherë mbase kjo bëhet problem për marrëdhënien tonë. Domethënë një marrëdhënie e shëndetshme ti mund ta vësh në dyshim që kur thon njerëzit për shkak që flejmë në dhoma të veçanta, ke parasysh ai ka dhomën e tij sepse unë dua rahatin tim, ai rahatin e vet, llogarit tani të mos jesh as në të njëjtën çati, mirë në një dhomë jo, po mos jesh që kemi monashtuar vana. Po ishte sepse nga kjo deklaratë ajo që thotë dhe Ina që të reflektojmë, nuk është puna se po fle apo s'po fle në të njëjtën shtëpi Sharliz me partnerin e saj. Ideja është për të kuptuar te kjo që flasim gjithmonë rahatia jote, vetja, kujdesi për veten dhe duket sikur shkojmë drejt individualizmit, se prandaj thash edhe besnikut, pra që është çështje momenti që gjendesh në jetën tënde, apo është një mendësi që po shkon drejt individit më shumë, dhe po i kushtohet më shumë, sepse tani kur je në çift do kesh sakrifica. Do kemi parasysh rrethanat, statusin, moshën e individit që bën deklaratën, dhe kjo nuk është recetë që do zbatohet masivisht në glob, po themi. Pra si folën për familje, po ajo familjen fëmijët i ka. Nuk mendon që do bëj fëmijë të tjerë. Edhe ata dy fëmijë i ka të birësuar Charlize Theron. Ase kanë mund të bëjë sa duhet. Kjo që cituat ju eksperienca që kishte lënë pa frym që është normale, është fiziologjike, është sjellje korrekte, mund të ketë se ne shpesh herë tërhiqemi nga të kundërtat ose pendohemi për çfarë kemi bërë. Mund të ketë pas eksperienca me burra shumë më të mëdhenj moshë, ka shiu kjo me burrë më të vogël moshë, me djalë më të rinj moshë. Okej, po është sjellje individuale, qenia njerëzore është ndërtuar dhe ti ke sjellje fiziologjike dhe sjellja fiziologjike të përcakton dhe stilin socio-psikologjik. Se ne kemi lëndë organike. Doktor, që ta kuptojmë, do më thonë, fiziologjike, do më thonë, çfarë ndodh trupit të njeriut që kërkon të jetojë në një shtëpi. Kortizoli është një lëndë që prodhohet kortizoli. Kortizolin e kemi në nivelet larta të gjithë, vdiqëm me kortizolin. Problem ku është në nivelet larta, se ka disa probleme, prodhohet të gjendra mbiveshkore, por që kontrollohet, selektohet dhe merret nga hipofiza gjitha komandat, por që ke probleme kur e ke në mbi prodhim, ke probleme me sjelljen sociale, nuk duron të tjerët, je i agituar, je nervoz, je i parehatshëm, ke probleme me ushqyrjen, me oreksin, kur ke mëngesë, ke dobësi, kputje, pafuqi, pra
E gjitha lidhjet me fiziologjinë tonë. Shpesh herë, do me thënë, i themi partnerit e ka me recet nga doktor Pesnik, Jakaj duhet jetoj në shtëpi më vete. Se niveli kortizol. Po kjo është e vërtet, këto janë ankesa rëndom tani, çështja hormonesh, çështja kortizolit, e nervit vagus, si po fliten kaq shumë, që njerëzit po vuajnë. Tani si t'ia bëjnë njerëzit, do dalin tani më mirë me partnerin, krati kalosh problemet, ose ai me ty apo vetëm? Që t'jemi shumë të ndershëm. Kjo është çështje zgjedhje. Njerëzit kanë të drejtë të bëjnë zgjedhjet e tyre në jetë. Po patjetër, por është dhe çështje mendësie, se sigurisht që një deklaratë e tillë ndikon, ë? Tani më habitë një gjë, po ishte bërë Shqarliza flet për liri. Dhe ishte parë më flet për liri, pra, kjo është po flet se shumë e çuditshme. Por tash domethënë që ti je vetëm, ti je. Unë e gjykoj ta përmbyll të lutem më fal. Unë e gjykoj një deklaratë personale që nuk ka komplekse të shpreh gjendjen e saj emocionale, fizike, fiziologjike dhe mendore, e shpreh lirisht se nuk ka frikë. Arba nuk e ka kompleksen e tam, po të thuaj në Shqipëri apo këto, dhe Arba flet, dhe Ilvana ka folur për deklarata shumë. Unë e dua, po themi, njeriun e dashur e dua ta kem sa më afër, madje mund të mërzitet kur më largohet ose kur nuk kushton vëmendjen e dur, e gjitha me radhë. Pra, kjo nuk është model shoqëror. Kjo është një stil sjellje në duke folur, duke parë dhe brezin e ri, doktor, se ke edhe fëmijë që i ke pak a shumë mosha inës. Kemi problemin tani, po themi ekonomia, shpeshherë unë e dëgjoj edhe në fakultet edhe me kolege, edhe me që nga studentët, po duhet ketë ekonomi, partneri duhet jetë ashtu. Ekonomia është një element shtesë i jetës tonë. Ne duhet ta bëjmë ekonominë bashkë. Kemi backup-in njërin nga njerëzit më të suksesshëm dhe me ekonominë më të shëndetshme në botë. Në fermë rrin gjithë ditën. Po patjetër, po ti thuash një gocë, hajde të shkojmë te ferma ime. Për David Beckham e ke fjalën, e di, po e shija te kopshti, ku ti qepte njoma, ca udhra të tjera i vareshin nga xhepi. Si shamia jo marr bregut aty i vareshin udhrat e njoma. David Beckham nuk e filloi 20 vjeç fermën. David Beckham bin markën, emrin, uli dhe moshën. Po ta shikojnë duke bërë aty. Heqim dot. Ti heqësh këto 80% e vajzave beqare nuk do pranonin të martoheshin me testë ato. Është shatar ky fermieri. Fermer që 20 vjeç, ai ka ndruar. E pra e tani është thyer. Te jeta është shëndetshme shlyer në fshat. Ka ndruar Viktoria, Viktoria si gatuan ai. Edhe gatuan shumë. Tani kemi pra njerëz të ndryshëm kanë shijojnë gjërat e tyre në jetë. E di pse nuk jam dakord dhe ju ftoj dhe juve në diskutim Elvana, Angel, domethënë sepse dhe tek brezi i ri, Besnik, domethënë ti sheh që unë nuk kam kohë për gjërat e mia, dua rutinën e skincare-it tim, dua këtë, dua atë, s'kam kohë për veten dhe gjithnjë shtyhet marrja e përgjegjësive për veten në radhë të parë, lëre më pastaj ta mendosh në çift. Dhe pra duket si kur gjithnjë më tepër po merr pesh, por merr rëndësi individualja, koha për veten. Unë mendoj që duhet të bëjmë një diferencë, dua të kaloj kohë me veten time. Në shpreha. Tani kjo ka të mirë, diferencë të madhe tek marrëdhënia. Ne kemi nevoja të ndryshme. Po pra, pikërisht mosha. Në kohë të ndryshme ne kemi nevoja të ndryshme. Është tjetër gjë të rinj dhe është tjetër gjë në një moshë sa Charlize Theron. Sepse në këtë moshën ti po kërkon të ndërtosh dhe që të ndërtosh ti duhet të jesh së bashku, qoftë edhe për arsye ekonomike që po flisnim përpara. Unë mendoj se mosha është shumë gabim, që ne rrim gjithmonë duke e bërtitur. Duhet të thënë që familja dhe dashuria nuk është një nevojë. Pra, ty nuk ta përcakton mosha, se nëse je i gatshëm për të ndërtuar një familje apo jo, sepse ti mund të ndërtosh një familje, kemi një familje edhe të zgjedhësh 40 vjeç dhe atëherë ti e ke ndier momentin. Po flasim për rastet që Charlize Theron ku fëmijët i ka bërë, mos ta trajtojmë familjen edhe si nevojë. Mosha ka të bëjë me eksperjencat, pra, ka të bëjë edhe me stadin në të cilin ti ndodhesh. Se ti sapo fillon të ndërtosh familjen, do jesh si të themi një 20 vjeçare, sepse nuk e provuar as martesën, as fëmijët, as familjen. Kurse nëse ti e fillon 20 vjeç, po themi, pra nuk po diskutojmë kur fillon ti të bësh një eksperiencë. Eksakt. Puna është Charlize si edhe ne një pjesë këtu, kemi një lloj eksperiencë, pra e kemi bërë familjen, fëmijët, me ato dështimet tona, fitoret tona, dhe kemi arritur në një etap tjetër të jetës, që mund të jetojmë shumë mirë edhe vetëm, duam hapësira. Unë jam një grua vetë, le të themi, ose përdorim termin femër, dhe gjithmonë e shikoj edhe nga vajzat e tjera këtë, sidomos kur arrin mbi të 30-tat që e ndjejnë shumë nevojën për të krijuar një familje dhe
e kthejnë realisht në një nevojë dhe në një domosdoshmëri. Patjetër që është shumë e vërtetë, sepse një ndër ciklet më të rëndësishme dhe arsyeja pse ne jetojmë është edhe që të kemi familjen tonë, të bëjmë po sa të gatshme na janë për të marrë përgjegjësi, se kjo është ajo që po ngreon. Pra, dominon individualja, ndërkohë që në marrëdhënia në çift të jetuarit bashkë nga ana tjetër ka përgjegjësi. Absolutisht. Se kjo është puna që ti po është një tip brezbi, ai i cili e vërtet më të madhe që unë dua bashortën time ta kem çdo natë në krevat, është po një tip brez. Ata gjërat e tua për bashkëtesën në shtëpi, po për kujdesin për tjetrin, për larjen e shtëpisë, për larjen e tjetrit, e rrobave, dedikimit të kohës. Pra, dominon, po predominon tani koha cilësore me veten dhe jo me partnerin apo partneren, no, janë të dyja gjinit. E gjitha çfarë kërkojmë ne në kohë të caktuar nga vetja jonë dhe nga të tretët që kanë të bëjnë me ne. Dhe çfarë të diktojnë epokat? Jemi në epokën e kujdesit ndaj vetes, vetja në radhë të parë. Duke qenë se gjinia femërore është më emotive, i shpreh emocionet më bukur dhe më emocion marrim rastet e vajzave të reja kur njeh një djalë ta përshkruan. Është i zgjuar, është i pashëm, është i bukur, është i sjellshëm, është i edukuar. Saj që don diçka në ai djali është po i njëjtë, s'ka ndryshuar. Saj që don diçka te psikologjia e saj, që ky personi nuk është ai që unë pres, ose që dua fillon. Ishte i keq, i pasjellshëm, i pa edukat, i pa besë, i poshtër. Individi është po një. Thjesht ndryshon perceptimi jon ose interesi jon në raport me të tretët. Jo vetëm interesi, nëse ka shumë gjëra që po e para njëra ajo që po thosha për moshën ka të bëjë totalisht me atë që folëm dhe përpara, eksperiencat dhe stadin ku kjo grua është. Se kur nis një grua të krijojë familjen e saj, kjo është totalisht një gjë tjetër, mund ta filloj kur të doj, është punë e saj. Por kur folëm për deklaratën e Charlize Theron, folëm për një grua në atë moshë, ku besoj afër saj jam dhe vet, mbase dhe Elvana, dhe është ajo që tha Elvana, pra ne kemi pasur një familje, kemi bërë fëmijë, duam se familja mund të jetë dhe vetëm nesër ti me partnerin, nuk ka asnjë gjë, dhe fëmijët përkatës të njërit ose tjetrit nëse ka. Dhe këtu mund të ketë një familje patjetër. Por është ndryshe edhe pa fëmijë të tjerë, absolutisht po, por është ndryshe. Dhe me thënë drejtën, domethënë parë dhe atje nuk e kuptoni dot, kështu që s'kam çfarë. Jo, tek çështja e përgjegjësive po them unë, Angel, domethënë Angel dhe Ina. Na çoj rrotull Charlize Theron një panel këtu. Po prapë unë jam i mendimit që në momentin që thua jo në një çatime të dashin aty ka përfunduar gjithçka. Se për mendimin tim do shohë secili. Po jo, s'ka pse atje. Po atëherë kur ka. Po pse duhet të jetë në një çati se s'bën që të jetë dashuri shumë e madhe, se këtë nuk kuptoj dot. Po flet me një njerëz që i ka bërë, nuk është komplet zgjedhje personale. Mund të jetosh edhe në një çati edhe ta shikosh në rastin që në 3 ditë. Po, dhe kjo bashkëtoj dhe përderisa është ndarë, janë dy modele të ndryshme, por që humbja aty brenda. Pra ajo është gënjyra. Domethënë nuk është ideja le të gjykojmë edhe të shok për shkak. Jo, shok, të lutem mos e ngatrosh. Kam partner, po të lutem rritë pallati tjetër, se kam. Domethënë me të gjithë gjenia maskullore janë vetëm shok qoftë se janë ke shtëpia jote, po të lutem se ke të dashur për shkakun që në shtëpi vet, po është i dashur jot, nuk është shoku jot, ashtu siç ke edhe shok që nuk janë i dashur jot, mos e ngatrojmë konceptet. Dhe është rrinë në shtëpi me ty. Okej, përdoret fjala partner në gjitha rastet, edhe si burr, në gjitha rastet është partner. Kemi edhe këtë problemin ti thua burr për gjinin maskullore, burr për bashkëshorte. Dakor, dëgjoj, Elvana, në një moment të parë ti me të dashurin, je ti në shtëpinë tënde, ai në shtëpinë e vet. Ka një moment që hidhet hapi drejt bashkëtesës. Po, mua në momentin e parë që mu kërkua, isha të lutem se un kam nevojë për hapësirat e mia, përveç se vi nga një eksperiencë që kisha shumë vite vetëm dhe është ajo fjala vet zot vet shkop, pra ajo që tha Arba, që ti ndërton edhe ca zakone të tuat, edhe ca orare që je shumë rehat me veten tënde, dhe sigurisht do vi dikush tjetër që nuk ka zakonet e tua, ka një mënyrë tjetër të jetuarit. Pra, këtu tani duhet gjendur një kompromis. Tu nuk ka lidhje me të dashurin. Ti do çdoje pak ose do lihet ca nga gjërat e tua, ai nga vetat për gjetur të mesmen e çiftit. Po hiqe dorë nga këto sakrifica. Këtë po them. Pra ty të ka dominuar liria dhe oraret e tua dhe ato. Jo, problemi nuk të gjykoj, po sa të gatshëm janë të dyja palët të sakrifikojnë, sepse aty fillon problemi, që pastaj fillon sakrifikojnë më shumë njëra palë nga vetja vet për të akomoduar palën tjetër. Në rastin tënd pse nuk ishe e gatshme që ta ndryshoje këtë rutinën tënde? Po beso, po të rish 12 vite vet zot vet shkop, ti çosh gjithë në shtëpinë tënde, të rrisësh edhe fëmijën tënd vet, nuk do t'ja dish për njëri, më thën drejtën, ta kesh as vërdall, më beso për këtë gjë. Atëherë janë eksperiencë. Dhe unë sigurisht e theva, këtë po them.
Por po them që fjalia e parë që i thash ishte unë dua hapësirat e mia sepse jam dhe njëri që më e vlerësoj shumë vetmin time, të rri me veten time dhe kemi nevojë të gjitha edhe pse nuk e kuptojmë, se pastaj vjen një moment themi pse jemi kaq të stresuar, atë që po thonim dhe më parë, që na rritet edhe kortizoli edhe s'marrim vesh nga e kemi. Kemi nevojë të rrimë edhe të lidhemi me brendësinë. Është gjendje fiziologjike më shumë se imponuar nga të tretët, ëh? Dhe unë këto e kam pas të rëndësishme, po sigurisht që e bëra atë bashkëtesë, por po thosha që një bashkëtesë që të jetë e suksesshme, të paktën për ato që unë mendoj dhe konceptoj, është që duhet jenë të dyja palët të gatshëm të sakrifikojnë, sepse pastaj ndodh që njëri akomodohet aq shumë sa harron. Dhe ndodh që është përgjithsisht gruaja ajo që merr shumë tepër përgjegjësi, harron veten e saj dhe që i lind kjo nevoja. Ne natyrshëm e kemi kujdesin, e kemi natyrshëm sepse kemi edhe instinktin e nënës. Pra gruaja jep gjithmonë edhe kujdes, edhe ngrohtësi, dhe dashuri, meshkujt janë më mbrojtës të themi, kurse ne kemi këtë që të kujdesemi. Dhe pastaj po ta zbresim pak atë që nga Charlize Theron se jeton shumë larg nga mendësia shqiptare, që të themi të vërtetën, në këtë vend është menduar gjithmonë që është gruaja ajo që duhet vetë sakrifikojë dhe emocionet e saj, edhe shpeshherë edhe urdhra. Po, kjo është autori popull në vite. Autori popull. Nuk e njoh këtë autori, nuk e pas jam marrë. Duhet kesh moshën e Timbiri, kështu që je pak. Jo, nuk jam më i vogël. Sa po më bëni, po faleminderit. Djalin, kështu që ideja është janë ca mendësi që ndoshta ju nuk e keni jetu fare edhe prandaj. Absolutisht. Unë realisht jam beqare, ndryshe nga disa prej jush këtu, edhe mezi e pres momentin që në jetën time do bëja të zgjedhjen edhe do krijoj familjen time dhe do bëhem me fëmijë. Po gjithmonë pa u nxituar edhe thash, dua shumë të gjej një partner i cili përveç se të mdoj, të di të respektoj dhe kohën time, dëshirat e mia, nevojën time ndonjëherë edhe për të ndëjtur veten. Edhe të gjithë Po nëse ta kërkon ai mashkullit ty, atë hapësirën ja jep? Patjetër që jap, se në momentin që unë e kërkoj edhe për veten time, e mirë kuptoj edhe te pala tjetër. Çështja është tina që domethënë ky është një idealizim dhe një romantizim, domethënë që ti mezi pret krijosh familjen, po do të kohën tonë, do të se pastaj vjen ajo përditshmëria në çift. Nuk është para gjykuar, është gjykuar se e ka provuar. Pra, okay, po e ka provuar. Para gjykuar tani. Kohën. Gjithon do shkoj pasi tjetër dhe do vi prapë. Të gjithashtu gjithkohën. Unë mendoj që mashkulli duhet ta lëm të lirë për të parë se ku vërtitet dhe ku shkon, ku flet. Mirë tani se kjo punë kështu ta lëm të lirë, ndërkohë që ti je në shtëpi. Se ka detyrime pastaj. Familja e gjithçka. Mos ta dim se ku ndodhet. Dhe kjo përgjegjësia për gjërat po ngulmoj unë gjithkohë. Mirë kuptim më shumë, domethënë mos tregojmë kaq mendje mbyllur, kaq mbytës, kaq toksik, kaq vetjak, se ndonjëherë ne respektojmë vetëm veten tonë. Pra unë them unë të dua ty dhe ti do rrish këtu me mua, se unë nuk mundem pa ty, ti je gjithçka për mua. Të duash shumë sa do të marrësh frymen. Po, domethënë unë të dua, unë ku do shkoj unë, po kanë këtë gjën me video call më kështu, se ne në fakt kemi qenë shumë lirë, sepse s'kishim as video call ku je të shoh me këje. Besnik se duhet shkojmë publicitet, po përfundoje, po. Do të kemi parasysh vetëm një gjë. Ne vetë familja shoqëri aksionere e dy partnerëve. Sigurisht është logjik, investimet gjitha me radhë. Por kur e krijojmë familjen, idealja është që të mos mendojmë shumë të na tërheqë pasioni, dëshira, dashuria, energjia dhe ndodhin gjërat e shëndetshme. Ka qenë kjo historia e princit kaltër, njëri njësoj duk kështu, tjetë kështu. Kur vjen puna pastaj shef me kë je martuar, se me kë ndonjë, dhe jo nga halli. Është sepse atë ke dashur. Ka ndryshuar qasja jote ndaj ti, individi është i njëjtë, e shpjegova pak më përpara. Ka ndryshuar qasja jote ndaj individit. Jo qasja, më jo qasja. E kuptova, nuk është personale për mua. Nuk është personale. Po nuk është çështje qasje. Por keni parasysh edhe një gjë, e kam për teleshikuesit. Deklarata e aktores. Deklaratat që bëjmë ne këtu, rast pas rasti, janë personale, ngjarjet personale, nuk bëjnë gjithë shoqërinë. Jo, nuk bëjnë gjithë shoqërinë, por nga ana tjetër, apo shkojmë drejt një modeli të ri të një çifti, kjo është pyetja. Në një pjesë të madhe po. Okej, se vazhdon diskutimi, vetëm se na duhet të shkojmë në një ndërprerje publicitare për të vijuar tani më me situata. Do të përballen në 5 situata po apo jo, në pjesën e dytë.